Partia Demokratike dhe aleatët e saj kanë tashmë një marrëveshje të shkruar, sipas të cilës nuk do të regjistrohen për të marrë pjesë në këto zgjedhje. Kështu ka deklaruar sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Shqiptare dhe deputeti i qarku të Vlorës Arben Ristani, i cili ka qenë i ftuar i radhës në emisionin Et Real të gazetares Ebrieta Maçaj, duke folur gjerë për situatën e fundit politike, opozitën dhe se cili do të jetë fati i zgjedhjeve të qershorit, parë në optikën e opozitës shqiptare të ndjekur nga aleatët e saj. Ristani ka forcuar dhe njëherë pozicionin dhe qëndrimin që opozita ka e do të ketë në vimësi. Për Ristanin, si një zë i fuqishëm i Partisë Demokratike Shqiptare, në 18 qershor nuk do të ketë zgjedhje në Shqipëri, nëse qeveria socialiste nuk do të ndryshojë qëndrim dhe nuk do të ketë një reflektim ndaj kërkesave të parashtruara prej opozitës. Pavarësisht, siç ka shprehur Ristani, se mazhoranca mund të fyej çmendurisë së saj për zgjedhje dhe pa opozitën, ndërsa ka qartësuar dhe diferencën e të paturit votime, por jo zgjedhje. Në 18 qershor nuk do të ketë zgjedhje. Tashmë Partia Demokratike dhe aleatët e saj kanë një marrëveshje të shkruar, sipas cilës nuk do të regjistrohen për të marrë pjesë në këto zgjedhje. Afati i regjistrimit mbaron diku nga data 9, 8 apo 9, dhe sigurisht ne nuk do të regjistrohemi nëse asgjë nuk ndryshon. Nuk do të ketë zgjedhje pa nëse Partia Demokratike. Në këto kushte që janë, nëse asgjë nuk ndryshon, në 18 qershor nuk do të ketë zgjedhje. Pasi mazhoranca ka deklaruar që do të ketë edhe pa pranim në opozitës. Mazhoranca mund t'i fryjë çmendurisë së saj, por në mënyrë absolute pa opozitën nuk mund të ketë zgjedhje. Votime mund të ketë, po zgjedhje nuk mund të ketë. Ku është diferenca? Po t'i kthehemi pak memorjes tonë, ky vend ka bërë votime 45 vjet në diktaturë, por nuk ka bërë zgjedhje. Dhe gjithë jemi koshiencë që në atë kohë nuk ka pas zgjedhje, se s'kishte çfarë zgjidhje. Kështu që ka pas votime, sigurisht, dinin njerëzit dhe bënin votime. Kështu që në këtë kuptim, zgjedhje pa Partinë Demokratike, pa opozitën, nuk ka dhe nuk do të ketë. Pavarësisht presioneve që dikton fushata, duket se Partia Demokratike ka vetëm një plan, atë të mos ndryshimit të qëndrimit të saj, e përkthyer ndryshe të mos vinë zgjedhje me Edi Ramën. Mirë do t'ishte të kishim dhe plane B dhe plane C, por në këtë rast ka vetëm një plan. Plani është që opozita është ullur, ka biseduar, kanë dakordsuar dhe me shkrim kanë shprehur dhe qëndrimin e tyre për të opozita bashkuar. Flas, domethënë për Partinë Demokratike nuk ka diskutim, por nga gjithë dakordësia edhe opozita e bashkuar është e vendosur që të mos hyjë në zgjedhje me Edi Ramën. Sido që tjetë, Partia Demokratike nuk hyn në zgjedhje me Edi Ramën, Partia Demokratike do luftoj deri në fund dhe tashmë jo e vetme, por me një pjesë të madhe të shqiptarëve që e mbështesin, në mënyrë që ta realizojmë të kemi një qeveri pa Edi Ramën me qëllimin që të realizojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Përveç kërkesave ndaj mazhorancës aktuale ndaj qeverisë Rama, çfarë do ta detyrojë Partinë Demokratike të hynte në zgjedhje dhe a do të ketë një aleancë të mundshme me LSI-n? Për Ristanin nuk ka kthim pas, por vetëm plotësim të kërkesave. Aleanca me partitë e mazhorancës me siguri të plot nuk do të ketë sipas Ristanit, por vetëm me partitë të opozitës. Partia Demokratike është e vendosur në këtë rrugë që ka nisur. Pra, asgjë nuk e bën më tashmë Partinë Demokratike të kthehet nga rruga e saj, përveç arritjes qëllimit. Pra, vetëm në rast se do arrihet qëllimi që të organizohet dhe të krijohet qeveria pa Edi Ramën, e cila do të marrë përsipër disa detyra konkrete që kanë të bëjnë me dekriminalizimin, që kanë të bëjnë me luftën kundër narkotrafikut, që kanë të bëjnë me pastrimin e policisë nga ata kuadrët cilët janë lidhur me narkotrafikun, për aleancat mundshme me partitë e mazhorancës, unë do të thosha me siguri të plot që nuk do të ketë. Përveç aleancave me partitë e opozitës. Aleancat e vetme që janë të drejta, janë të moralshme, që i shkojnë PD-s, janë aleancat me partitë e opozitës, dhe sigurisht që nuk do të ketë aleanca me partitë e mazhorancës para zgjedhore. Situatës politike në vend duket se barë po i bëhet dhe ngushtimi i afateve për të realizuar edhe një qeveri teknike, çka do të shqetësonte opozitën shqiptare për të patur zgjedhje të lira e të ndershme, por se çfarë do të ofrojnë këto ditë limiti, kjo mbetet për tu parë. Tashmë sytë e veshët nuk janë më vetëm drejt çadrës së opozitës, por dhe sjelljes së qeverisë në qëndrimin e saj ndaj kërkesave të Partisë Demokratike.